për ato salla. Imagjinoni, në Prizren ka klube që shkojnë në kokës me mbajtë stërvitje. Sepse nuk kanë hapësirë, e din për i qytetarët, sinqerisht. Shkojnë në kokës edhe 2 javë, ka një kampionat tash evropian, kanë me marë pjesë, shkojnë në kokës. Çdo ditë fëmijët maltretohen, pse? Sepse dikush nuk ja jep një termen me një sallë. Cilat janë ato ekipe? A e keni adresua, e din komuna këtë çështje? More komuna që jam e sigur që e din, sepse ata e kanë pas sallën, ja u kanë marrë qelësat, nuk i lejojnë me mbajt, fëmijët detyrohen me shku në kokës, me u kthy çdo ditë. Pra, se cili klub e ka... Kush është ai kluba, a mund ta dim? E din për e qytetarët, sinqerisht, se s'po du me përmend... S'po doni me përmend emrin e klubit? Ata nëse... Po, absolut, s'po du. Prandaj, duhet me patjetër, me i liru këto salla në përshkolla, sepse janë klube serioze sportive në Prizren. Duhet me jamundësu se cili klub në Prizren e ka këtë ankesë. Edhe duhet me jamundësu. Edhe nëse tek pakoja e arsimit, kisha dasht me cekë edhe dollapat për nxënësa, shumica e shkollave, për mos me thonë dikun 80% e shkollave nuk kanë dollap në përshkolla. Është një diçka që nuk kushton shumë, por ja mundëson nxënësit me e pas një çantë më të lehtë. Nëse qatë ditë nuk i nevojitën qato libra me i pas, mënët me i lonë dollap, ndërkohë sot nuk ka dollap, edhe fëmija deri në 6 kg ka çantën çdo ditë për në shkollë. Nuk mënët me qu asë një prende... Do t'i mobiloni klasët me dollap, gjitha klasët. Aty ku shkollat janë me 2 ndrime që nuk i përkasin veç një klasës dollap, mënët me pas edhe në koridore, sepse ka hapësira fatmirësisht. E krejt kandidatët edhe të krejt komunave jemi duke diskutu çështjen e ujit pijes edhe ujrat e zeza si nevojë bazike për jetis. A keni plan për këtë që të mos diskutojmë potencialisht në 2029 kur t'jenë zgjedhjet e radhës? Unë i kom përcjell kandidatë sa thojnë. Herë thojnë që nuk e kemi kompetencë, herë thojnë që na kena me bëjtë shtë. Nëse nuk e keni kompetencë, pse po u dashka me bëjtë shtë? Janë kompetencat e ndara për këtë çështje. Diçka ka kërë uja, diçka ka komuna. Kur po dojnë me ikë përgjithësisë, po dojnë valla nuk e kena na kompetencë. Kur po dojnë ana me mashtru qytetarët mandej, me thonë që këqyre se na bojnë, ashtu tani mandej këta po thojnë që kanë me bo për ujnë. Sinqerisht, është e tërpshme mos me pas ujë në Prizren. është e tërpshme, mandej, a din që ka shumë e rëndësishme të ujë në Prizren. A i keni pa kur kryetari totaj, thot, po e ndalin, kam bajt konferencë kryetari dhe kam thonë, po e ndalin ujën me qëllim. Zdi a i keni pa konferencën, qytetarët e din e kanë përcjell, a i dini që me konventa ndërkombëtare, edhe me rezoluta në ndërkombëtare, as armiku nuk guxon me ndal ujin. As armiku s'guxon me ndal ujin, as armiku. Qysh mënët një kryetar me dal me thonë, po e nal hidroregioni ujin me qëllim.